Shumë për këtë lidhje direkte, ndërsa ne tani do të ndruajmë krejtësisht temën e informacioneve dhe do të flasim më tepër për shfaqjen në Kërkem e teatrit të Rom Necip Menekshek, që do të shfaqet në teatrin e qytetit të Prizrenit Bekim Femiu, dhe ne në linjë direkte e kemi Fatmir Menekshek, që është regjisor i shfaqjes e po ashtu dhe drejtor i radios Romano Avazo. Do të na tregojë edhe më tepër për shfaqjen, për historinë, po ashtu për javën që përshënohet, apo që do të përmbyllet, cilat janë aktivitetet që janë shënuar deri më tani, dhe po ashtu çfarë rëndësie kanë këto aktivitete. Mirëmëngjesi, mirë se po takohemi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën zonja Agnesa. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Paraprakisht ju lutem nëse mundeni me na tregu më tepër për javën, është tash edhe dita e fundit apo jo? Java e komunitetit që po përmbyllet dhe cilat kanë qenë aktivitetet që janë organizuar deri më tash. A ka pasur të tilla? Po hi shkurti mirë, domethënë kjo është konsiderohet si java Rome, 8 prill është dita ndërkombëtare e Komunitetit të Romit, e cila e ka zanafillen që nga viti 1971 që nga kongresi i parë i Komunitetit të Rom, domethënë në England, edhe pas asaj dite janë marrë 3 vendime që 8 prill të manifestohet si ditë ndërkombëtare e Komunitetit të Rom. Është zgjedhur flamuri i Komunitetit Rom dhe është vendosur për himnin Gjelem Gjelem, që është ndoshta për tjetër këngë, por është njëra ndër këngët më të famshme, e cila është emblem ose himni i Komunitetit Rom. Ka ana tjetër në Kosovë janë realizuar aktivitete të shumta, unë mund me thonë që ndoshta është hapur me një ekspozit testamenti në Prishtinë me datën 3 prill, ose para 8 prillit, domethënë, ku aty janë promovuar personalitetet e shquara të 3 komuniteteve, po ekskluzivisht edhe të Komunitetit Rom. Pas asaj edhe Roma Versitas ka realizuar një takim me studentët e Komunitetit Rom, cilët janë e ardhmë e Komunitetit Rom, dhe pas kësaj nuk kemi ndonjë takim tjetër, përpos eventit ton, i cili është si një ditë tradicionale, 7 prilli, pra një ditë para 8 prillit, ditës ndërkombëtare, në shenjë nderimi ose në aspektin për me manifestu ditën ndërkombëtare Rome përmes aktivitetit të teatrit ose teatrit Rom Necip Menekshek, që 25 vite çdo 7 prill në Prizren mbahen një premierë, një drame të re në gjuhën rome, prodhuar për komunitetin rom nga aktorët rom dhe për publikun rom, dhe jo vetëm për publikun rom, po ashtu edhe për të tjerë, për me i dhënë pasqyrë ose për me i dhënë mesazhe sensibilizuese, edukuese, po edhe për me ngrit nivelin artistik të komunitetit rom. Nga ana tjetër, përpos sot që është premiera e shfaqjes në Kërkim që do të flasim më detajisht, nesër do të mbahet në komunën e Prizrenit edhe një akademi solemne e bashkëorganizuar me komunën e Prizrenit dhe organizatat jo qeveritare që do të mbajnë fjalimet e rastit, dhe pastaj kemi një koktejl të rastit në hallin e komunës, por para asaj e prin edhe homazhe në varrezat e njerëzve ose personaliteteve të shquar që kanë dhënë kontribut në shtetformim, në kulturë, në gjuhë, në letërsi apo në aspekte tjera edhe në politikë ose në për të mbrojtur të drejtat e Komunitetit Rom. Këto janë shkurtimisht disa prej aktiviteteve, po besoj që do të ketë edhe aktivitete në komuna të tjera, po nuk kam shumë informacione pasi që vetë vërtet jam i ngarkuar vetëm me dramën. Siç e thatë edhe ju, unë jam drejtori i organizatës Durmish Aslan, në të cilën funksionon edhe teatri Rom Necip Menekshek, dhe nuk jam regjisor i shfaqjes. Regjisori i shfaqjes është Mahir Muslihu, inspicient i teatrit profesional Bekim Femiu dhe një regjisor i shquar i cili ka edhe disa drama të tjera të prodhuara më herët, kurse tani përvoja e tij na bën mendoj që na ngrit edhe kapacitetin tonë edhe na fuqizon teatrit tonë. Edhe përpos atij kemi edhe fuqizime të tjera, ose të themi njerëz të tjerë profesionistë, si për shembull Gëzim Sertolla është profesionist i artit pamor, i cili është njëri prej koreografët edhe vallëtarët më të mirë të Agimis, e cila është shoqëria kulturo-artistike më e vjetër në Shqiptari, ndoshta, dhe madje i cili ka përfaqësuar shtetin në Korre dhe ka marrë vendin e tretë dhe në vende shumë të tjera. Nga ana tjetër e kemi ekspertin e dritave Skender Latifi, i cili shquhet edhe në Prishtinë, i cili punon në teatrin Dodona, që kjo dramë të del sa më e mirë. Nga ana tjetër edhe e kemi trajtuar ose kemi punuar një vepër të një autorit Bertolt Brecht, të cilin e ka adoptuar Mahir Musliu, e kam remuzuar unë si Fatmir Menekshek, e kam përkthyer në gjuhën rome dhe jam aktori kryesor i shfaqjes. Sami, na tregoni pak për historinë që shtjellën edhe mesazhin që e ka kjo shfaqje.
Po, dhe më thonë, më pari, dramaturgu ose autori Bertolt Brecht, njët për autorëve më të mëdhenj të historisë të shekullit të 20, i cili i ka prodhuar dy rryma teatrore, cilët janë teatri epik dhe teatri politik, ndër të parët cilët ka kritikuar ndoshta regjime të atëhershme ose është munduar që tek publiku të reflektoj me mendimin kritik, që ata mos të shikojnë vetëm një dramë, por kur të dalin të kenë mendime kritike për shoqërinë në tërësi edhe për regjimin që në atëherë vetëm ka filluar fashizmi, edhe ka filluar frika, terrori ndaj gjithë popullatës apo stafat për disa etnicitet saktuara siç kanë qenë hebrejt, romët, slavët e nacionalitetet tjera cilët veç kanë hyrë në luftën e dytë botërore edhe janë persekutuar e ekzekutuar edhe kanë filluar kampet e përqendrimit edhe për komunistë, për intelektualet ose personalitetet autorët që kanë shkruar vepra të tilla kanë qenë të padëshiruar, vetë Bertolt Brecht ka qenë i padëshiruar. Veprat e atij domethënë i kanë djegur në shenjë proteste, fashizmi domethënë regjimi i asaj kohe ose Reichu i tretë, madje është detyruar që të është përndjekur dhe është detyruar të largohet jashtë Gjermanisë, një herë në Danimark, në disa shtete të tjera të Evropës dhe në Amerikë dhe pas përfundimit të luftës së dytë botërore ai është rikthyer në Berlinin lindor. Kjo është historiati që e bën që veprat e tij me të vërtet kanë ndikuar tek publiku, por edhe kanë qenë të padëshirueshme për regjimin e asaj kohe, i cili ka qenë njëri prej regjimeve më famkeq në historia botërore. Nga ana tjetër, temat e tij ndoshta ndërlidhen akoma me ditët e sotme, sepse ka pasur edhe në atë kohë diskriminim. Tash nuk mundemi me bën një lloj krahasimi të drejtë për drejtë ose nuk mundemi me ekstremizu gjendjen tonë, po pavarësisht kësaj, komuniteti rom akoma përballet me diskriminim. Edhe kjo dramë, domethënë, është ka disa akte, por ai adoptoi në 3 akte që tregojnë 3 situata të ndryshme me mesazh të njëjtë. Akti i parë është njëri prej akteve më të mëdhenj dhe më voluminos të themi, ku trajtohet tema e gjykatës, ku si janë korruptuar ose janë friksuar vetë gjykatësit që të shtjellojnë ose trajtojnë lëndët që kanë të bëjnë me SS-at ose me ministrit apo çfarë di me akte relevant të politikës së atëhershme. Pra presionin mbi gjykatësin, frika që mund të vritet ose të përndiqet ose të largohet nga pozita e tij. Akti i dytë është domethënë ai quhet në kërkim të drejtësisë. Akti i parë që edhe sot mund të themi që drejtësia jo gjithmonë domethënë sjell vendime të duhura ose të sakta ose në favor të viktimave. Në aktin e dytë është akti në kërkim të shkencës, që edhe në atë kohë domethënë kanë qenë një cenzurë edhe mbi shkencëtarët që të zbulojnë ose të bëjnë diçka, dhe ata kanë qenë të friksuar, të përndjekur, ose janë friksuar që të mos keq përdoren zbulimet e tyre, duke ditur që edhe doktor Mengele, i cili dhe disa doktorë të tjerë, të themi gjatë luftës kanë bërë eksperimente mbi personat që kanë qenë në kampet e përqendrimit për hir të shkencës, por në kundërshtim me njerëzimin, duke i maltretuar ose duke provuar mbi trupin e tyre gjëra që kinse kanë të nevojshëm për shkencë. Dhe në aktin e tretë është një akt ku në një familje në kërkim të spionit quhet, akti i tretë ku edhe secila familje ka pasur drojet e vet ose të themi peripetit e saja edhe dyshimet e saja të gjithkush, duke filluar nga misht, nga vetë punëtorët ose nëse kanë pasur ndonjë pastruese dhe nga vetë fëmijët e tyre, pasi që në atë kohë ka pasur shtëpi të murme dhe ka filluar indoktrinimi i të rinjeve me regjimin nacist, një lloj parapërgatitje që Gjermania e Madhe do ta pushtojë botën, edhe kështu që ata janë fiksuar nga vetë fëmijët e tyre. Edhe po besoj që të 3 akte përmbushin 3 mënyra të ndryshme të jetës ose 3 fusha të ndryshme, po që e përqojnë mesazhin e një.
Jo më herët e përmendët që jeni edhe në rolin kryesor, që shpo mundoshme i ndërthur këto dy rolet që e keni edhe si regjisor edhe si Jo, roli nuk jam regjisor, më faqe që këtë përprej. Nuk jeni? Si që thash më herët, regjisori ose adaptuesi i tekstit dhe regjisori i kësaj shfaqje është zotëri Mahir Musliu, i cili është në pozitën e inspicientit në teatrin profesional. Pra ju do të keni vetëm rolin kryesor në shfaqje? Po, unë jam roli kryesor dhe mund me thonë e aktoj dy role brenda shfaqjes. Rolin kryesor, do me thonë aktin e parë dhe aktin e tretë jam babaj i asaj familje që ndodhin çdo gjëra, tash mos të deshifroj më shumë dramën, me fotografi dhe me shikuesit ata do ta kuptojnë vetë rëndësinë e rolit tim. Po nga ana tjetër unë jam drejtor ose koordinator i gjithë këtij projekti, por risi tjetër në këtë projekt e kemi edhe Benjamin Menekshi, i cili për herë të parë ish aktor dhe aktor është në teatrin Rom Negip Menekshi. Ai ka marrë detyrën e asistent regjisorit, që edhe kjo është një lloj shkolle për to, një lloj përvoje për to, që në dramat e ardhshme mund të shndrohet ndoshta në regjisor ose mund të vazhdojë në aspektet më profesionale duke punuar me këtë regjisor, si që themi, Mahir Musliu, i cili përafërsisht kanë bashkëpunuar gjatë një muaji gjysmë dhe kanë ndërtuar dramat së bashku. Por falënderim i veçantë duhet t'ju takoj Ministrisë së Kulturës, së Rinisë dhe Sportit, se të kanë mbështetur projektin ton, e cila titullohet Ndërthukja e Kulturës Rome në një program artistik. Edhe kjo është aktiviteti i fundit dhe aktiviteti më i madh i këtij projektit. Nga ana tjetër, Komuna e Prizrenit, e cila na ka mbështetur me lirimin e hapësirës ku Shtëpia e Kulturës Gjemajli Berisha shfrytëzohet nga ne. Bekim Femiu, teatri profesional i qytetit Bekim Femiu, i ka dhënë të gjitha asetet e saj, domethënë siç janë kostimografia, skenografia, burimet e saj njerëzore, burimet e tyre njerëzore, domethënë që shfaqja të jetë profesionale pavarësisht që ne jemi amator. Jo, në qëfëse mundën edhe nga të regoni, me qënë së është aktiviteti i fundit i kësa jave, do të zgjas, do të thotë është kjo shfaqje tash vetëm sot, apo do të ketë edhe ditëve të tjera? Jo, kjo shfaqje është, do të thëmë, premierën ose solemnitetin e ruan me 7 prit sot, kurse nesër e thash aktiviteti është diçka tjetër, akademia solemne, që është paka shumë me aktivizmën me shoqërinë civile dhe me mesazhe paka shumë publike e politike, kurse me 9 prill, teatri Bekim Femiu ne ka vendosur shfaqjen tonë si filles e programit mujor ose repertuarit mujor të këtij muajit, dhe kjo për neve është një arritje ose një sukses i veçantë që do të rangohemi ose do të jemi në një repertuar me teatrot e tjera profesionale. Nga ana tjetër presim që në të ardhmen të kemi mbështetje përsëri institucionale, që këtë shfaqje ta sjellim në Prishtinë, ta dërgojmë në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, madje edhe në jashtë shtetit për me e tregu vlerat tona artistike, nivelin e lartë artistik, bashkëpunimin ndërinstitucional, por ashtu edhe mbështetjen e shtetit ton, qoftë kana e aspektit qendror, kana e nivelit qendror e lokal, se si e kanë mbrojtur, si e kanë mbështetur, ndoshta me pak fonde, po përsëri nuk e kanë lënë që ky teatër të mos jetë funksional e madje të ketë progres të madh brenda këtyre 5 viteve, sepse punojmë me profesionistë. Samir, uroj që edhe kjo shfaqje të lëviz pra edhe në vendet e tjera, ashtu që shë theksuat edhe jo, ndërsa ftojmë të tjerës që po e shohin këtë intervistë, që të bashkuem pastaj jo vetëm tek premiera, por edhe tek pjesa tjetër prej datës 9 prill, gjatë muajit prill. Faleminderit shumë, zotëri Fatmer. Edhe një informat e fundit, nëse më lejo, se harova me përmend, domethënë, gjatë kësaj shfaqje se ka disa vite që domethënë teatri Rom Negip Menekshi funksionon me të rinj. Do thonë ato të rinj mund me thonë deri në moshën 30 vjeçare, dhe të vjetrit ose veteranët e këtij teatrit kanë pasur shumë role minore, domethënë, po kësaj radhe gjatë kësaj drames na janë rikthyer 2 veteranë të teatrit, edhe që kjo është për neve domethënë tash 2 breza, domethënë brezi i parë ose gjenerata e parë, po luan një dramë, po bashkëpunon, po bashkërealizon një dramë me gjeneratën e tanishme, dhe që kjo është për neve një lloj privilegji që edhe me të vjetrit të aktojmë të kemi një dramë
dhe drama të jetë sa më e bukur edhe estetikisht edhe në mënyrën e moshave që mos jetë vetëm të rinj, të kemi edhe të vjetrit ose veteranët tanë që të kanë përvojë edhe do ta zbukurojnë, po besoj shfaqin tonë. Patjetër që po. Faleminderit edhe një herë për kohën, faleminderit për informatat, shumë kënaqësi që biseduam. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe nga ana ime.